vite ke me Petrën? 40. Për 40 vjet i shërbeve ti që ndrove me tata mora, unë pam, ja mora dhe shpinë. Po me po ta kam falur ju, si pani burrat ka shpejt ju me? I falim neve. Tani, fshatrat e radhës do jetë Dracov dhe Kanikol. Fshatrat të cilat unë nuk kam ardhur ndonjëherë, më intereson që rruga është e mirë. Nuk qën ka rruga e mirë në Dracov, qën ka kështu. Sija. Mirë zotrot e ju? Qën ka rruga Çakull për Dracov? Kështu, apo kështu? Me të treja. E pas keni dhe kështu? Edhe kështu? Edhe kështu? Po kështu? Edhe ashtu. Qën keni bisht për dredhur? Sipas avazit i dhe këm. Po normale ose kjo ka ardhur hidhe vallen sipas valles që ti po ndjek. Fshat i bukur sepse shiko qa pam jashtë. Ti je nga Dracova? Jo. Nga ja? Nga qendra. Nga cila qendër? Nga Përmeti. Po këtë qatë ka lidhur puna? Kam dalë njerë kështu për shtitje. Jo, ke dalë për ndonjë gjë. Mos ke mbjell në një ashash këtë? Dhe e mbjellim, pse mos mbjellim? Keni parcel ta mbjell dhe unë? Jo, parcel s'ka. Dëgjoj, të shkoj deri atje, po ka një kol. Ka një kol, aty është Dracova. Kjo këtu është Kanikova? Kanikoli. Po s'ka shumë njerëz, i vogël. I vogël është ka pas shumë, po tani s'ka. Ajo është Dracova. Për zotin shumë me pamje bukur në Dracov. Me si po prej shkoj në Dracov se e ka shumë bukur. Mirë do bëni që të vini. Pse ka problema? Jo, s'ka problema, po kënaqeni. Po. Ka dhe njerëz atje, vizitoni, bëni, me një kafe mund ta pini. Respekt e pa punë. Jeni njerëz të mirë. Zënë mirë djofsh. Gjithashtu. Ecim në Dracov. Jam duke shkuar për në fshatin Dracov. Dracov, mire thash. Kjo është ura e cila të çon drejt këtij fshati, i cili është buzë Rrëzmalit. Më falë se e kisha mendjen buzë Vjosës, nga që jam vetë. Sa e bukur duket Vjosa, gjithmonë është e bukur. Nuk e di se sa vite kanë këto urat e ndërtuara që lidhin fshatrat me pjesën tjetër. Është një fshat i cili ndodhet Rrëzmalit dhe me një pamje shumë të bukur nga larg. Okej, nuk po themi që është një rrugë shumë e shkatruar, rrugë me Çakull që vjen, nuk është vështirë. Por dua të shkoj, se dikush andej që takova dhe pyeta më tha që shko se ja vlen në Dracov, se janë njerëzit shumë të mirë, por në përgjithësi unë e kam thënë që Përmeti ka njerëzit më të mirë. Enveri duhet falenderuar për këto ura që ka bërë se tani i bëjnë ato urat ju thyen këmbët jo shtëmbërohet njëra dhe mbeten njerëz të izoluar. Vazhdojmë të ecim në fshat. Kështu. U kënaqja për sot. Kaj si? Po. Është një zonjë aty që nuk e di që po mblet, po do shkoj të takoj. Si je? A të vi aty? Ngami! Rreth e rrotull. Që jam futur në kopshtin e tjetrit? Mos ma fut në njëri me çifte. Po jam i se vi aty afër, s'kaq. A mund të kaloj për mes? Që të mos shkeli mistrin. Jam futur gabimisht diku tjetër. Për të takuar një zonjë që e pash nga rruga. Që është duke mbjell qep. Në fshatin Dracov, erdha më në fund. Si ja? S'ka gjë. A je lot? A je mërzitur?
Pse mërzitesh në fshat? Po, fshati ka punë. Po punë, lodhje po, po për të mërzitur, pse besoj? Qa je duke mbjell? Pastroj tjepët nga bashkë. I pastron? Qa ke bërë gjithë ditën sot në një punë tjetër? Në shtëpi? Bën edhe punë të shtëpisë? Edhe këto? Po. Sa njerëz kanë ngelur aty? Ca shtëpi me... Po vinë, tani pushime dhe vinë të gjithë. Vin nga jashtë? Po. Sa, ku kanë ikur kryesisht? Breki, jashtë etit. Erda! I kam zënë rrugën. Ikni, Si janë si njerëz kështu? Të mirë. Je shumë e mirë. Faleminderit. Paçi. Personazhi pa shtakova. Prit se kam zënë rrugën që unë do vritem me njerëzit. Që ai shkela. Erda Xhaj, erda. Vetëm mos më shaj. Erda! Jam putur tek tjetri. Imagjino. Hajde që t'jam mbyll. Hajde mi. A kështu, a kështu. Miro. Kështu. Akoma me? Kush e kishte këtë? Gjoldi? Këtë motorin e kam frikë se kam bërë një aksident. Këta bje. Po. Po të ecës si e çmendur, në përkthesa. Nuk kam ecur si e Në çmendur. kthesë. E kishte zoti aty për të medu, po leri tani isha shumë avash, më hodhi motorin ndonjë në vend. Ha, Unë me këtë kam 16 vjet. okay. Nuk kam rënë ndonjëherë. Po si rashën? Sa hipa, sa u nisa, i dash gaz, ndoshta mori shumë ajo edhe miku në kanal. Po ne them unë që i ka dhënë gazi në frena, Mirë, lere se kam histori të harruar. Herë e parë që vinë në Dracov. po. Ajo që pash është shumë e bukur. Rrez malit. Po. Ja njerëzit të mirë siç është shati? Shumë të mirë janë njerëzit. Qa kanë të mirë njerëzit? Njerëzit janë mikpritës, Mhm. më thënë nuk merren me budallëqe. Ka quan budalliqan, Budallëqe kanë se për shembull këtu, ne kemi moshtare s'ka këtu. të vetëm të vjetra. Më thënë këtu moshareja është nga 50 vjeç e lartë. Ku kanë shkuar? Kanë ikur. Në Han. Po ju pse Ta. nuk ikni në Han? Unë ndeshja, po unë U ktheva? Jo, nuk u ktheva. E pësova nga zemra, Ah, se kam bërë 2 ndërhyrje, edhe tani këtu në shtëpi. Ri me nusën time, domethënë me gruan po. në shtëpi. Po tani ndje mirë Sa mirë, rëndësi ka shëndetje. që jetoj këtu në fshat, se po të jetoj në një qytet, do kesh jetën shumë të shkurt nga zemra, më tha doktori. Vetë në fshat nga ajri i Ajri. pastër, nga ujtë e mirë, nga ato gjërat bio që ham këtu, domethënë që i I prodhoj prodhoni vetë, vetë. është mirë. Nuk ka jetë më të bukur të betohen. Shiko, neve dia se vojmë neve. Mm. Që janë këta maskarendës na bënin çop rrugë në asfalt. Sa turistë vinë këtu në fshat? E disa vinë apo jo? Shumë, Mhm. shumë vinë. Vetëm ankojnë në rruga. Nuk është bërë asnjë rruga këtu. Asnjëherë me Po mi mo, a kanë ardhur ta shohin njerëz se çfarë pele është ky fshat? a kanë ardhur, Apo vinë hampin e ikin? sa të duash. Kanë ardhur jo, atyre nuk japin në për ngrënë për pirë. Ah, bravo. Ata qenë të mëj, ndaq Rama, ndaq Berisha, ndaq Ilir Të Meta. gjithë një hund kanë. Ata të gjithë më thënë ditën në parlament si qendër të thuash që të Pa. mbajnë elektoratin. Po. Pastaj në natën në darkën ndajnë llogarit. Kaq ke ti për të marrë kaq ka unë. Edhe populli. Ato ne populli vuan. Domethënë rri unë i invalid, marr 250.000 lekë në muaj, që sikur mos lakmoj të punoj gjik nga baçet, të mbaj pulat e mia, po mbaj 2 dera, mbaj një 2 shera që ta navasim, të dërgoni e vajza nga Gjermania për shembull. Asa shikoj zoti, domethënë ajo nuk ma lë pa dua 100 euro që do zoti thotë ke në bankë për tua. Po. Që anavasim, Se ndryshe nuk do bëhet dot asgjë. nuk jeton dot. Nuk jeton dot. Jo për zotin të besoj. Çfarë je duke bërë tani? Në vajta s'përkata gjikë ato kepët, se bie shi. Mhm. Kërë nëzeta dhe u bia i një ty mizi kërpudhe, është një lloj kërpudhe. Edhe kalben tra kepët. E bën kokën kaqja e pas atë kalbet. Po s'përkate. Ti kën gjithë mundi kot. Se këtu çdo gjë, në kohën e monizmit kur kalkulon asnjë avion këtu, i kishin mbyllur me Roxha.
ishte çdo atëherë mund të thoshte që çdo gjë ishte bio e pastër e pa ashtu. Sot 5 shkojnë kështu, 5 kështu, më kry ke tërthori bjerë avion, e të gjithë ato së përskite bëjnë të jedi këto. Në avion jedin tra. Kalojnë avion këtu? Shumë. Të gjitha së mundit që hapin ata jedin. Qyqja edhin me avion, ma? Kot thoshin të vaksina, këta jedhin me avion a helmuan Çfarë orbo. thua, më këta jedin vetëm se shiko, se unë ndjek, unë arri kur jam domethënë që s'kam ndonjë punë për të bërë, e hapa telefonat internet të shikojnë për ato faqe të gjitha. Domethënë ne themi që ra Covid-i, ra ajo, ra kjo. Asgjë nuk ka rënë. Asgjë nuk ka rënë. Po, rruzës toksor, nga 3 miliardë ka qenë dikur, është bërë 9 miliardë, arriti 9 miliardë popull. A është kjo qëllimi që këta po i vrasin njerëzit? Po. Për të ullur popullsinë? Për të populsin me sëmundje, me luftëra, Po. për zaptuar edhe për të rojë për e tyre. Se Amerikani, po nuk zaptoj, me çdo 4 vjeçar që kanë ata presidencën radhës, nga 1 nga 2 shtete, që ti mjel dhe më thënë i temë neve, që të marrë naftë, të marrë pasurinë. Në kretë popull Amerikanë, sa ata në mësuar me lek, me shumë, ata sërojnë do të ashtu si neve këtu. Mësove me lekë është keq? Neve dhe po e pimi kafe në ditë e pim. E pim, po se pim se kemi se pim. Ata në ngrihen të tërë, edhe janë me armë për shpira, ata bëjnë luftë. Pa, dëgja, emrin si e kisha? Petro Njela kam. Petro Takzosh. Më trego pak për Draçovën si fshat. Për çfarë njihet? Për çfarë ka qenë i njohur më parë? Se njohi herë e parë që vi këtu. Shiko, Draçova si fshat është djegur një 2 herë nga Gjermani. Okej. Ka vrarë dhe një, po e pat aty një tip Tani do monumenti. futem. Nuk keni punë në fshat. Jo, Aty mund në fshat është një tip monumenti, i ka vrarë 28 burra. Gjermani, a? Gjermani, erdhi i vrau, i mblodhi tërë dhe i pushatoi. Bam. Vrau. Pa gjë, pa u bërë gjë. Po. Se dikush atë më lart në një fshat që Gjovish në Çarçovë, ose Jo, s'kam qenë. S'ka shkollë ndër. Dikush ata po vinin edhe nga Korça, domethënë aty në fushë Çarçovës. Dikush ishte një CDR-s, Skënder Çaç. Spion ma? Jo, ka qenë komandant ai me partizan, me çetë partizane. E dikush nga ata, nuk e dim të saktë, filloi një general italian, se italiani me Gjermanin ishin bashkë në atë kohë, niseshin për të sulmuar për në Rusin, që ose ke ndjekur. E vranë aty dhe ata thanë, ne për një do vrasim 100. Vranë 28 këtu, vranë edhe 26 në zhjep në i flati për matanë neve, bura, zbunë në zjarin, në përbluan të i lanë, e dimëruan në malë, në gryk, një dimër të tërë, me fëmijë, me Po si kanë jetuar aty? Shiko, njeriu s'ta zëre më sa bëj. Ta heqet. Ta ishte s'bën, se çfarë i bën. Sa e bukur është ky mali këtu e kjo gryka? Mali deri më sot ka zënë vendin e parë në Evropë. Për? Vetë për bukurinë. Çfarë thua? Si quhet ky? Ai është mali në Mërç. Në Mërçkën e di, po ky këtu? Ajo është më e madhe. Në Mërç ka vazhdon gjëra aty, domethënë. Pastaj ndaj kështu, çuka ajo bën aty. Ai Vatmali është në Mërçkës. Shumë i bukur është. Deri poshtë në kalusën Badloj. Pastaj është Dhembeli, pastaj Trebeshina që është më tanë në Këshyr. Domethënë Vatmali, Trebeshina, Dhembeli në Mërç. Si me dhe zonjat punëtore, sa të mira. Ja, që që buajnë. A që që buajnë. Ne të takoj pak për respekt. Si e? A bere fshati? Po. Mirë, se A u ishim. lodha? Mirë, ju dhe mirë nga pak. Po pse jeni kaq të mirë, maj? Nuk jeni vetëm ju, takova komplet zonën këtë të përmetit, punëtor. Fjalë, nuk thoni asnjëherë s'prisni keq. Në përgjithësi përmetar, Janë. jo sot, se jemi në përmetar. Jo, e di. Po Demba Baneni historikisht njihen për mikpritje edhe njerëz Që shohin punën e tyre. Nuk bëjnë keq. Pa. Nuk bëjnë keq. Nuk janë as gjakmarrës, për shembull që janë poshtë në veri që Që po më brave të brava. Ata sa të shuan. Ja se i kam zënë dhe rrugën. S'kemi ju dhe mirë? Ke dal herët? Po s'pëkati me pompë. Kë s'përkata? Fasulet. Fasulet. U lodha? U lodha. Është dhe vap sot, nuk e di se ç'është kjo vap kështu sot. E bën çdo ditë? Për ditë. Kur ka punë, vim, punojmë për bache, ikim. Po përveç se shiko Draçova herë e parë që vi unë, përveç se është djegur 2 herë nga Gjermani që më the, por ka dhe njerëz shumë punëtor. Do punosh. Ore, sa shitet një shtëpi këtu?
Ma tundi kokën. Ha. Ikse jeni. I kaq. Shëndet. Shëndet, Gjithë gjithë të të mira. mirat dhe juve. Shumë që takova. Një janë zora shpinë kod për gjyfyre janë zora. Jo për qyfyre, po e ke nxjerr provokosh një kësa lek vinte. Po mirë për gjyfyre do ajo sa kish në mend. Aha. Kisha të nipsin se më s'para marrë vesh shumë gjitha fotografet mirë nga bërna të gjithë Po, shtëpinë. e kishte bërë videon e bukur. Edhe bërna shtëpi të gjitha. Edhe ora gjojnë dashë numrin e telefonit tonë në shitje. E me një dursi. Mbas një javë dhe ditë shumë me një dursi. Alo. Tha më kush e ti? Çfarë kërkoni thash? Po se nuk ta di emrin tha. S'ka që duhet emri. Ti numrin e telefonit, po ti e kishe e mirë emrin thash unë. Adresova jam, numrin e telefonit ke memore. Çfarë deshe? Po atë shpinë e dua ta marr unë. I thash më të bëjnë 8.000 euro që edhe unë. Shpinë, 8.000 euro. Po kam super, se kam bërë shpinë të re, komplet, gjitha. Edhe 400 metra të rejtovë. E pas këtë madhe. Edhe më tha, po vi unë tha. Gjoj thash, më thash që unë më se shiti thash. Aq, po bëhet për 220 i thash. E me shes. Po e shes. E po të ma kishma 220. A më bo. Po e ke vend shumë të mirë, që do ato lek? E kështë shitur më kështë iku në Vajza në Gjermani, se atje kam e nusën e E që do bëj atje? Ndihmoj ata. Po si më për të ndihmuar, më je për të Jo. jetuar me gruan tënde, qepe dhe në shtëpinë tënde. A kupton çfarë ndihmoj? Do vinje të punoj një. E di për Ergat. çatuar, po shiko veten, leri tani, ju gjithë jetën kështu. Do t'i me një fëmijë, t'ia çoj në shkollë, t'ia me një ashtu, ata mos Po duhet të kesh ajër të pastë për problemin e zemrës që ka. Në Gjermani aty ku janë ata, në Nuremberg, Ti është kështu. është një logjik këtu. Erdhi mati. Më falja se të kam bllokuar rrugën. Faleminderit shumë. Hajde ikim bashkë në fshat. Ecim akoma brenda në Draçov, ta marr dhe pak fshatin, kështu se është i bukur edhe, pastaj ikim. Bollë. Si qa mani mo, është i bardh nuk është bërë akoma. Mu vdes për mana, së do mos të manat e bardh njerë knaqem. Kjo këtu çfarë ka qenë? Shkolla? Sa nxënës ka shkolla tani? Fshati Draçov vetëm me një nxënës. Ua, herë e parë në një fshat që ka vetëm një nxënës. Qa klasa është? Fshati me një nxënës, a? Sa ka pasur përpara? Tu. Ka pasur para, jam unë sot. Gjithë të imë janë të tjerë, janë bërë një vari, janë 53 fëmijë. Janë mos në shkollë. Kanë të gjithë në Greqinë, Gjermani, Itali. Ne kanë bërë nga 2-3 fëmijë që mandej janë. Ato të kënë këtu. Jo temë përpara sa nxënës ka pas. Ka pas 30-40. 30-40, se ka shumë. Tani ku të gjej njerëz unë që të takoj, ndonjë kafe, ku ka? Kafe saktë, kafe vetëm në shtëpi ka. S'ka lokal? Ka lokal. Nuk ka market? Hiç fare. As market më? As nuk kenë më. Po ku i bleni ju? Kishe 2-3 dhe në internet. Ua, fshati pa kafe, fshati pa market, dhe fshati vetëm me një nxënës, shumë lezetshëm. Unë dua të çlodhem pak këtu se u lodha. Po mirë, po njerëzit nuk dalin këtu të rinë këtu te kjo hija e manit edhe të qetësohen e të shohin malin. Nuk kanë kohë njerëzit, vetëm unë jam e ngesh me dalë dhe ri kështu marr ajër të pastër. Ku janë? Po, me pompën në krah edhe shkojnë në tokat bujqësore. Po prashit fasulet. Po ju mos mbillni dhe shumë mërbor. Mbill aq sa për vete. Jo, në fshat. Do mbjellesh. Unë për shembull se babai tim ne kemi 10 fëmijë. Po. Kam një përmbesa plot jetojnë këtu. Po janë në qytet. Kur vinë këtu, atë mos javësh 5 kg fasule. E po 5 kg këti, 5 kg ati, i bie që ti të rishpunosh. Moj shiko, me lek ti kërkojnë. Nuk se majnë gjaba. Unë s'kam me një interes. Se lodhja është, po të bësh llogari lekun. Më shumë herë se sa merr. Më shumë herë më thënë argjojnë. Pa vën punë time.
si punë fizike. Vetëm me Vetëm më shpenzime. benzime nuk u dela e sapo. Si jam për t'ja fut një gjumi këtu të shtrihem. Ua, për zotin keni vendin e Po nga u kemi një? Nga Skraparja. Para dhe fshati Dgjoj. nga Ilirmeta ti, ha, bo. Jo, ma Ilirmeta është nga unë, nuk jam unë nga Ilirmeta. Ha, Në Madrid është një muaj. patjetër. I lezetshëm shumë ai motori. Ulu. Ullada? Si e kështë dhe njëre me sa rova? Petro, a janë katolik, krister, musliman ka? Jo, këtë i një 2-3 nuse i kanë marrë. 2-3 nuse, nuk e keni problem dhe më thënë. Pastaj neve s'ke... Shiko, unë në këtë fshat kam 20 vjetë kam marrë. Se ku ka qenë? Në kemi një fshatë në poshtë, Shtrëmbes. Shtrëmbes që. Atje kishme një vjetë, dy me familje muslimane, po neve bashkë të stonim, bënim kështi, do me thënë mernim, jepnim, kishë gjami, se kishin problem. Se kemi patë problem. E kemi, jo vetëm ju, po gjithë në shqiptarët e kemi këtë harmoni fetare. Edhe ajo është gjëja me mirë. Gjëja me mirë që kemi. Gjëja me mirë harmonia, duhet tjetë. Po të nisë që shikojmë jashtë, vriten, do me thënë, luftë, degje, për ditë jo ti musliman, jo ti shahid, jo ti kodin qatë drejtë me të birë kanë ata, unë s'do di fare për të gjëra. Petro, ke në një vend kështu toke ma, do m'japësh mua të bëj një shtëpi. Dali se unë e drejt vetë. A, po e drejt vetë, më mirë. Që se nuk është sport me ajo letra, është ngjitur një... Do m'japësh në një tokë tash, mos më bëj sikur si gjanë. Ha? Keni ide se blim toka tonë Po pa lek, mo ç'është kjo lek? Po e kjo të gja me lek, mor burr. pa lekë, qërë dhe ti. Po ka, mo ka. Njerëzillëku. Do m'kesh mua komshie, ku ka më mirë? Nuk t'intereson, e? Gjënë, Flasim ato të t'kem të komshie. pa lekë, toshin këmoti, falë se ti e vazhajnë. Kur vinde plaku, do më thënë, në plakat në darke, dhe mos kishe sjedhë Se lekë, lek nuk e linda, jo? i thoshe jashtë a krevati. Më falë se janë budallaqe që thënë. Jo, mos e vri mendjen se jam mësuar unë dhe unë jam njeri që bëj shumë shaka. Tani ka ardhur një kohë këtu se kanë marrë se tani do bëhet rruga këtej. Autostrada i këndisë, dhe që ka ardhur nga Skrapari, po vjen gjë në Ballaban, ose ke shkuar në një në tani? Ballaban, po. Ajo do vi përmet edhe këtu dhe 3 ura, do kalon këtu dhe ura tonë, këtu ku dhe tyve. Si sa të mire bëra, si ashasha kam bërë. A mbjellin ashashte? Ja. Te në për male. Te nuk mbjellin. Kush do mbjellë ashashtë me? Po s'ka të rinjë, unë do vetë që me zemër, vetë do në malun me. Po, kur parasit ishe me zemër vjeti, po ha. Isha në Greqi. Po në Greqi qa punë e ke bërë aman? Ndërtim. Mure, Mure, plaka. Tani do të ndezim me Petrën këtu, mu në qendër të Dracovës, poshtë këtij mani që është bërë plot, por do dhe pak kohë që të piqet. Nuk është pjekur akoma. Me këto pamje kaq të bukur, përballë kemi malin e në Mërckës. Se quhet në Mërck? Në Mërck. S'ke dëgjuar? Nuk e di. Beta në përmet, më pëlqen shumë përmeti. Ja i thash Petrës njep një tokë, po ta ke lek. Po ke lek ti ta të blesh tokën tonë, pse mos sa lek bën toka jota? 15.000 metri katror. 15.000 lek. Të vjetra, metri katror. Jenë të rezi ti, ma? 15.000 lek metri të katror, thot. Unë me 1.200 e marrë në Tiranë, mes Tiranës. Se do bëj këtu? Në mes Tiranës në bloku se merë dot. Po se duan blokun? E marrë në... Pas ku qanë? Në Lundër. Në Lundër. 15.000 lek, thot. Në Shelita. Ore, jenë të rezi, ma? Që shkjo 15.000 lek? Sa do këtë vlerën këtë tokë. Tani këtë do bëjt autostrada dhe... E ku do të vikte ty? Ku do bëjt autostrada, ma? Aty ku edhe tyve, bën në këti 3 veçari, të dalë 3 urat. Të 3 urat.
Po rrugën që të vish këtu. Rrugën që vështur Dracova dhe Kanikoli, para një viti kanë vënë fshat, kanë shpallur fshat turistik të dy këto do bëjnë me asfalt. Do bën me asfalt. Bën aktivit do bëjnë me asfalt këto dyja. Po kur të bëhet atë mund ta shesësh 15 ditë, jo që tani ti. Pse mua toka më ha bukën, ajo mirë thash. Që ke një simbol. Toka as kalbe. Po shaka ka më po thuaj Jo, ta më jo. jap, më ç'është kjo 15.000 lekë? E di si e bën Petro, e bën provokimin si shtëpia që ta e hodha një herë ta. Këto do ta shoh. Jo, te e hodha për ta shitur sa po 220.000 euro. Oh, po të kishën haqje në vend. Nuk janë lekë të gjë, këtë vendin këtu se gjen do të na harroa. Se je, dakord, nuk e gje, di që se je. Mija. Sa kanë ngelu këtu te? Qysh njerëz. E pas ka duhan të mirë. Njerëz në këtu janë rreth 80 njerëz. Sa kanë qenë parë? Mbi 400. Sa të veçët. Sa të veçët. Ma që në mirë, se kishë edhe në market. Po Dracov nuk më duket e më shqiptar. Shqip. Dracov. Shqipem. Nga ka arsi e më? Po të futesh në historikun e në internet, atje mund ta gjesh historikun në gjithë. U lodhe? Prita shofim njerët si dalim me Petra. Ne. Pritë rizan si Petra. Si po rikësëm. A disa gjerëzës e dhe të mërshme. Nga e jo tashmë. Eme, thash, mos e ime dhe zë. Shumë. Eme, shiko, s'kam gjetur. Ike u plake tani. Ike tani, dole pension, ike. Tani me kontrato. Hajde baj, ta mora shpin. Do t'i bëj për shtëpinë dhe ambaj unë tani këtë. Shoj që Petros. Ta mora shtëpin. Sa vite ke me Petron më? Sa vite ke me Petron? 20. Për 20 vjet i shërbeve ti që ndrove me ta mora unë pam, ja mora dhe shpin. Po me po ta kam palur, ju si pani burrat ka shpejt ju me? I falim neve. Çfarë? Se Lauda? unë kam me pletur. Dëgja, Mirini. Petron e takova aty në rrugë. Folën çik për fshatin, Dracov. Dhe bëm muhabet. Po ti pse erdhe na pena? Jo, më era pushuj unë. Rastisht. U kapa. A je xheloza apo më gënjeu? Jo. A shumë xheloza më tha. A si dem? Të brava. Ka të vrasë është i me kamuta. Unë nga Skrapar jam origin. Po jetoj në Tiranë. Në Ilirmeta. Ja dhe kjo tjetra. E keni pikë të dobët, a? Më zagari që mund të ketë. Po dhe Florin e Shqipërisë ai të tërë. Po me ç'keni ju të Kyç Skraparit keni bodi ju në tuaj. fukarin, këtë ne duam lekë. Po me po fukarati 220.000 euro shpinë aty. Nëse vodi vetëm të pjesën e Skraparit dakord, po nëse e moj. Ore leni politikën, jeni dashuruar me njëri tjetrin apo ju kanë gjetur? Neve. Si jeni dashuruar? Duat ma tregoj zonja. Si jeni dashuruar? Ne jemi dashuruar, jemi parë ndasmë. Në cilat dasëm? Në një kushëri. Për zotin të shef në dritë të syrit. Shika. Apo të po të bën presion? Jo me tezetia. Tezetia e bërë ndryrje. Dajo i saja dhe marrë tezën time. Ne jemi si të pleksur. Edhe atje beshin dasma dhe në tezë dhe mbidheshin. Pash njerë të unë, dhe bërtoj një përveshje kështu. Si e mbërteve përveshje? Tek kështu dhe afro. Me shikim të parë. Nuk ishim shikim sot, sot në zamja. Ikëm u plakë, më vajta 70 vjetë, ajo. Po le keni qenë të rim, po le tani 70 vjetë edhe ajo. Edhe u morët. Ramë në ujdi me familjen. Familjen e bëm dasëm. Sa mirë. Fillimisht jo me dashuri. Me të parë, kështu ndryri tezekëtia. Dizja të pëlqeu kur e pa? Mua? A më pëlqeu ai? Ti e pëlqeve? E pëlqeu, po. Ke një kaçurel dhe një bjont, një faqe kuq. Bukurosh, a? Sy jeshil apo i ka të bardhë? Blu. Është në vrik kështu është? Po tani kale kuq kanë një ujtë thonë. Se këta kështu kanë qenë në vrik të gjithë atëra. Po janë që kështu që duan. Unë jam burr. Po tani kanë ndryshuar. Tani jam gratë.
Ja ka dhënë Rama të drejtat. Rini aty. Po më bën mos i urt. Si me nuk ma dha shpini, thashë, ma shesis ma jo, mi tha. Se vajte i Ja ka- lani? Ja kam blen grua, s'ta. Vajte i lartë? Ja, mi se besha ka këtu ishte. Ne edhe shtëpi kemi. Besha Ne ka. pse të ngelemi si punë argjinje rrugëve. Do mbeteni rrugëve, po. Ta bëjnë një intervistë. Unë bëj intervista në për fshatra, herë e parë që vinë në Dracov, më pëlqeu si fshat, e parë që janë larg, i Tani bukur. më dan nxjesh televizor. Në televizor në YouTube. Nuk ka problem, ndas në YouTube, ndas Respekt e shumë. Ku ti kesh Se jetë? je zotëri. Hajde me të pini kafe se unë jam në kopsh tani. Jo, po, mbaroni do vini në punët, shtëpi. unë do futem edhe një herë të marrë dhe fshatin e do iki. Jeni shumë të mirë. Po do vinë pini kafe tani hajde tani pas. Jo, jo. Hajde Mos në e mojë, vina, hajde ne për drejt zotin. për drejtë. Jo. Atë që kemi. Faleminderit. Ja pra, atë që kemi, shiko, këta njerëz janë të mirë. Ne jemi Kur për zjet, kur lojtarët mbajnë. mbajnë. Kur bërtet ai ti dilë aty te kobori e shqip malin. Oh, thuaj. Bjeri se i bjemi. Jo, ema, nuk është Nuk në e në frikë. thua Iran pëndë tani. Iran. Kur është i ke i ri, i ke një qikë në frikë. Me mosh çdo gjë. Mos e thotë. Jo, nuk i the. Asë dua të dëgjoj. Ika, jeni shumë të mirë. A bëjmë edhe një xhiro në fshatin Dracov edhe ikim. Si sa të lezetshëm duken. E shiko ti shkon aty. Jo, do bëj një xhiro këtu e do iki. Me atë çiftin fantastik që takova, që më folën pak a shumë për Dracovën, po marrim me disa pamje dhe po largohem se realisht është orari i drekës dhe më ka rënë një diell që po vdes edhe pse është mali i afër, po jemi bërë kështu. Edhe pse janë shumë ikpritës, na thanë hajde pini kafe, hajde thuaja hani, po nuk kemi kohë, duhet ikim. E di ku doja të shkoja. Kë e kam marrë malli për Dracovën, ja ku e keni. Ndërkohë që është fshat që ka vetëm një nxënës. Dikur ka pasur më shumë, tani ka vetëm një nxënës në klasën e 5, fshati me një fëmijë. Sa keq. Shumë keq është për zotin. Okej, janë këto bukuritë e fshatit, po shumë keq që s'ka fëmijë. Në të luajnë, të lozin fëmijët, ajo është kënaqësia. Po ç'të bëjmë? Shohim moshën e tretë. Shumë putje nga Dracova.